tim se nga, edhe faka e shkallë, se një të A pianissimo?
Që jeni gati në mund në fillu. Dhe mikrofon. A jeni gati? Që nuk të dohon në fërënja, më në shumë që 5 minutë. Një dë. A mund me fillu. Përshëndetje, në emra në qëllëve, faleminderit për angazhimin e juaj, faleminderit për sjelljen e vazhdueshme që i keni bërë demokracisë në Blen ditën e sotshme. Ne jemi duke prezentuar tani tjetër ato ose votat që kanë ardhur nga të reji, me përqindjet që kemi procesuar dhe i tani. Ajo çka duhet t'ja bëjmë të qartë opinionit kosovar, që këto vota nuk përfshin votat, numrimin e votave post, numrimin e votave kusht, cilat bazuar në rezultatet që kemi dhe i tani, mund të ndryshojnë rezultatet në komuna, varësisht nga komuna në komunë. Për atë arsye, procesi ose numrimi i votat cilën do ta japim rezultatin e votave është preliminar, nuk është rezultat zyrtar. Duhet presim rezultatin zyrtar të institucionit përgjithës i cili është për certifikimin e zgjedhjeve, duke pasur parasysh që mund të kemi edhe ankesa të subjekte politike për ndonjë vend votim, e bëjmë dhe të ndjeshur idenë që rezultatet mund të lëvizin në certifikimin e këtyre rezultateve. Ne do të japim këto rezultate në përqindjen si janë, në atë formë si kemi kërkuar dhënat, por gjithsesi i ftojmë partitë politike, i ftojmë simpatizantë të tyre, i ftojmë qytetarë që të presin rezultate zyrtare edhe mos të shpallin fitues të zgjedhjeve në komuna, sepse duke parë në disa komuna rezultatet janë shumë të paraafërta edhe cilat në çdo moment mund të lëvizin nga ajo që do të prezentojmë ne. Po fillojmë me Gjakovën. Po fillojmë në bazë të renditje zyrtare që është bërë. Do të thotë tani kemi të procesuara 143 vendvotime në komunën e Gjakovës. Rezultati është udhëheqja Vjanxhini me 52.93%, e pasuar nga Mimoza Kosori me 47.07%. Gjilani. Janë të procesuar 121 vendvotime, rezultatet ka 121 vendvotime, nga gjithsej 129 sa ka komuna Gjilani, Oleq dhe Triaziri me gjatë 3.75%, i pasuar nga Sami Kurteshi me 36.25%. Gjatë kohës kur bëj i jap rezultatet, vullnetarët tanë janë duke procesuar. Vazhdojnë me procesu edhe këtu vazhdojnë me lëviz. Komuna e Dragashit është një rezultat shumë i ngushtë. Jemi nga 53 vendvotime deri tani, nga 53 vendvotime kemi marrë rezultatet, nga 59 vendvotime mund të lëviz në çdo moment, është 50.92%. Udhëheq Shaban Shabani i pasuar nga Selim Kryeziu nga Lidhja Demokratike me 49.08%. Stovu është komuna tjetër ku kemi procesuar 100% dhënat tona
gjithsesi, po përsërisim që nuk janë të përfshira votimet në post, nuk janë të përfshira votat në kusht, edhe ky rezultat është shumë i ngushtë në përbërjen e tij, edhe mund të lëvizë në rezultatet zyrtare, por është rendi që ne kemi procesuar deri tani, ku Heqa Kerogova me 51.59% i pasuar nga Net Reshaj me 48.41%. Kaçaniku janë procesuar 43 të dhonat ose rezultatet nga 43 vendvotime, nga gjësejt 27 sa herë. U heq Besimi Lazi nga Partia Demokratike me 56.22, i pasuar nga Pasri Kodra me 23.78%. Lina, dhe tani kemi procesuar 87.1% të rezultatën nga komuna Klinës, kemi 54 vendvotime të numëruara nga 62 sa janë gjësej. Në momentin më vreq Zënon e Lezën nga Aleanca për Anërinë e Kosovës, i pasuar nga Sokol Bashota i Partijës Demokratike me 28.3%. Por gjithsesi do të jenë vetëm 87% të rezultatët edhe mund të ketë lëvizje në çdo moment. Kamenica janë të procesuara 96.43% të rezultatëve, 54 vendvotime nga 56 gjësej. Udhëheq qëndron kastrati i lëvizjes vetëvendose me 55.4% nga 24.6% i pasuar nga Shaip Sardulli i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mitrovica janë të procesuara 94% të rezultateve, apo 94% vendvotimeve nga 100 vendvotime sa ka komuna e Mitrovicës. Udhëheqja Agim Bahtiri me 57.98% e pasuar nga Valdeteri Drizi me 22.02%. Biliqi janë të procesuara 97% të vendvotimeve, Udhëheqja Karagashi nga AK me 60.51%, i pasuar nga Mehmet Krasniqi me 39.49% nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Rauveci janë të procesuara 83.33% të rezultatët, apo 65 vendvotime nga gjësej se ka 78 vendvotime. E sheni se rezultati është shumë i ngushtë, në çdo moment me procesimin e dhëna tjera edhe mund të lëviz. Për momentin në bazë të këtyre 83% të rezultatëve, Udhëheq Ismail Latifi me 50.56%, i pasuar nga Idris Vehapi me 49.24%. Podrijeva janë të procesuara 96.4% apo rezultatet nga 107 vendvotime. Udhëheqja Gemeliu me 63.27%, i pasuar nga Jet Potera me 36.73%. Prishtina, Kryeqendra e Kosovës, kemi të procesuar 99.15% të procesimit, është një rezultat shumë i ngushtë, është një rezultat i cili mund të lëviz në çdo moment me procesimin edhe të rezultatet tjera nga 2 vendvotime të cilat si kemi procesuar, është një rezultat i cili mund të lëviz nga votimet me post, është një rezultat i cili mund të lëviz nga votat me kusht. Udhëheq Shpend Ahmeti me 50.37%, i pasuar nga Arbana Vrashi me 29.63%. Prizreni, gjithashtu një qytet tjetër i Kosovës, ku kemi procesuar 97.72% të rezultateve, apo
Rezultatët nga 214 vend votime, sa ka gjithsej 219 vend votime, qyteti është rezultat shumë i ngushtë, i cili mund të lëvizë bazuar në tyrat që vijnë atë tjetër rezultatët, apo bazuar edhe në votat me kusht, apo bazuar edhe në votat me kusht. Për momentin u lesh në të era skuka nga lëvizja dhe vendosje me 50,37% i pasuar nga shaqir totaj me 29,63%. Shtimje. Gjithashtu edhe këtu e kemi një rezultat shumë të përafërt nga 97,22% që kemi procesuar dhe i tani dhonat u veç në Ismaili nga Partia Demokratike me 51,6% i pasuar nga Fatmir Rashidi me 28,4%. Suareka, dhe i tani kemi procesuar 89,77% të rezultatëve në këtë komunë, apo 79 nga 79 vendvotime sa ka gjithsej të 88 vendvotime, u veç Balimu Arrejme nga AK me 52,57% të rezultatëve i pasuar nga Sadeja Stare nga DDG me 27,43% të rezultatëve. Rizaj, ku kemi procesuar 91,37% të rezultatëve, apo vendvotimet të numëruara 127 nga 139, është në Leqja Alim Aliu nga Partia Demokratike e Kosovës me 56,29%, pasuar nga Muharrem Sfaqa i Lidhjes Demokratike të Kosovës me 43,71%. Ushtëria, ne kemi të procesuara 100% të vendvotimeve në ushtëri, edhe nga këto sa shohim bazë të rezultatet tona, cilat vazhdoj të përsëris që janë preliminare, nuk janë zyrtare, edhe nuk janë të institucioneve të cilat janë përgjegjëse për akreditimin e tyre. Xhafer Tahiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës u vesh me 54,28% i pasuar nga Fereti Drizi nga Partia Demokratike e Kosovës me 25,72%. Malisheva, ku janë të procesuara 97,26% të rezultateve, apo 71 nga 73 vendvotime, u veç Rakit Begaj nga Nisma me 55,77% i pasuar nga Mursel Gashi i Partisë Demokratike me 44,23%. Edhe komuna fundit është Pllokoti, ku janë të procesuara gjitha votat apo 100% nga 7 vendvotimet që ka kjo komunë, edhe kemi rezultatin Strahimja Spasic, Srpska Lista me 50,27%, me Božidar Dehanović me 29,73%, që është një rezultat shumë i përafërt, edhe i cili nëse do të kemi vota me post ose vota me kusht, mund edhe ta lëvizë këtë rezultat. Përsërisa njerë, këto janë rezultatet cilat ne kemi arritur sa t'i procedojmë, shumica e rezultatet cilat ka qenë të proceduara deri tani janë mbi 90% të vendvotimeve. Këto janë rezultatet e fundit që ne i japim për sonte, do thotë nuk do t'i japim rezultate tjera, por gjithsesi ju bëjmë thirrje që të vazhdoni të përcjellni, edhe i bëjmë thirrje KQZ-s që të vazhdoj të procesojë me dhona edhe të publikojë në website-in saj, ku mund të shihni, por edhe këtu, edhe ato nga KQZ janë rezultate preliminare, edhe ne i ftojmë parti politike, i ftojmë qytetarë që të presim deri në afatet kohore të mjaftueshme për institucionet shtetërore, të cilat do të bëjnë shpalljen e rezultateve, certifikimin e rezultateve. Faleminderit gjithëve që keni qenë vazhdimisht këtë ditë me ne, faleminderit media qytetarëve, faleminderit gjithë shkuesve që për vite, për kohët të tona, kanë qenë të angazhuar për të dhënë kontributin e tyre në
këtë proces për të shtuar integritetin, transparencën edhe për të garantuar që secila votë të votohet në mënyrë të lirë edhe secila votë të numërohet në mënyrë të drejtë. Prandaj Damian, nëse keni ndonjë pyetje, nëse s'ka pyetje, prandaj natën e mirë edhe shihemi në ditë të tjera.